SPAK ka finalizuar hetimet dhe ka komunikuar akuzën për anëtarët e një grupi të organizuar kriminal që trafikonte kokainë nga Amerika Latine drejt Shqipërisë. Droga transportohej duke u fshehur në lëkurën e baktive, ndërsa për realizimin e 2 ngarkesave të fundit, gjatë shtatorit dhe nëntorit të vitit 2024, u përdorin gjithsej 48 ton lëkurë gjethi. Për ndarjen e drogës, grupi kishte angazhuar 3 shtetas të huaj të specializuar, ndërsa procesi kryhej në një laborator të improvizuar në qerek të fushkrujës. Gjatë aksionit në 16 nëntor, forcat e SPAK-ut dhe strukturat të bashkëpunuese sekuestruan 850 lëkurë të kriposur, mes të cilave ishte fshehur rreth 6 kg kokainë. Operacioni rezultoi me arrestimin e 10 personave, 3 prej të cilëve shtetas të huaj. Hetimet e SPAK-ut zbardhi një rrjet të mirë organizuar, financuesit shqiptar siguruan investime dhe pajisjet e nevojshme, ekspertët e huaj përqendroheshin te proceset teknike të përpunimit të drogës, transportuesit garantonin lëvizjen e sigurt të ngarkesave, ndërsa shpërndarësit merreshin me futjen e lëndës narkotike tek tregjet e destinuara. Autoritetet vlerësojnë se ky grup përbënte një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe ekonominë për shkak të lidhjeve që kishte me rrjetet kriminale ndërkombëtare, duke përfshirë grupet shqiptare që bashkëpunonin me kartelet e Amerikës Latine.